Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Unë jam 41 vjeç. Kam luajtur futboll për shumë vite me radhë. Ishte jeta ime. Por tani e kam lënë atë pjesë. Nuk kam ndonjë ekip timin për të drejtuar në ndonjë kampionat, por punoj vetëm si trajner personal. Merrem kryesisht me djemë që duan të përmirësohen. Bëj stërvitje të personalizuar dhe kisha krijuar një grup të vogël, rreth 5 apo 6 djemë që i stërvisja çdo ditë. Mes tyre kisha një djalë që binte shumë në sy. Ishte 21 vjeç, e familja tij kishte shumë të ardhura. Ishin njerëz të pasur e të njohur në qytetin tonë, dhe prindërit e mbanin në pëllëm të dorës, e i plotsonin çdo dëshirë. Por djalit i pëlqente vërtet futbolli. Nuk e kishte thjesht tek kalimtare. Zbriste në fushë, bënte ushtrimet dhe lodhej njësoj si të tjerët, e ne u bëm shumë shok, pavarësisht diferencës në moshë. Bisedonim gjithë kohën për futbollin, për ndeshjet e për stërvitjen e tij. E ky djali nuk vinte gjithmonë vetëm në fushë. Shumë shpesh e shoqëronte dikush tjetër, e nuk ishte as babai e as nëna ati, por gjyshja ati. Kur e pash për herë të parë u habita. Ai djali më tregoi që gjyshen e kishte 63 vjeçe, por ishte shumë larg imazhit të gjyshes së zakonshme që jemi mësuar të shohim. Ishte një grua që mbahej shumë. Kishte një trup të hollë, vishej me shumë elegancë dhe me ngjyra që i shkonin për mrekulli. Este drejt e asnjëherë nuk fliste ndonjë gjë pa lidhje. Djali më kishte treguar që ajo dëgjonte gjithmonë muzikë klasike dhe se ishte personi që e përkrahte më shumë nga e gjithë familja për të luajtur futboll. Prindrit e tij donin që ai të merrej me ndonjë biznes, por gjyshja i jepte zemër të ndiqte pasionin e tij. Ajo vinte shpesh ta shikonte gjatë stërvitjes. Ulej në shkallat anësh së fushës e qëndronte aty duke e parë. Unë isha në mes të fushës duke u dhënë udhëzime djemve, por e gjeja veten shpesh duke shikuar, edhe ajo me shikonte nga aty ku isha ulur. Ne të dy krijuam një lloj komunikimi nga larg. Ishte një flirtim shumë i heshtur, vetëm me shikime, pa thënë asnjë fjalë. Kur djemt bënin vrapime të gjata, unë afrohesha pak më shumë tek pjesa e shkallëve, e ajo nuk ma largonte shikimin. Një ditë kishim stërvitje pasdite, por dielli ishte akoma shumë i fortë. Vapa e kishte pushtuar fushën, e djemt po bënin një seancë pasimesh në gjysmën tjetër të fushës, e unë po qëndroja pranë vijes anësore, tamam ku ishte ajo. Në një moment, ajo ngriti dorën dhe ma bëri me shenjë që të shkoja tek ajo. Lash djemt të vazhdonin punën e tyre, e shkova jashtë fushës. E përshëndeta, e ajo filloi të më pyeste për nipin e saj. Më pyeste si po este stërvitja, nëse po lodhej shumë nga vapa dhe apo bënte progres.
Unë po I përgjigjesha, por aty jashtë ishte vërtet e pamundur të qëndroje nga dielli I fortë. Kur unë I thash që nipi ka shumë talent, ajo nxori 100 euro dhe mi dha në dorë. Unë hezitova t'i merja, por ajo ngul të këmbë. Eja shkojmë brenda, I thash unë, sepse këtu ka shumë diell për ty. Në rregull më tha, asa për diellin, as nuk ma lëshej. Mos ma shiko moshën, tha, se unë ndjehem si 20 vjeçe. Shkuam aty, sepse ne kishim një dhomë të vogël aty pran fushës. Aty mbanim uniformat, pajisjet, errjetat dhe topat. E unë e hapa derën dhe ftova brenda, e ajo erdhi pa hezituar. Dhoma nuk kishte kondicioner, ama ishte shumë herë më e freskët se jashtë. Raftet I kishim të mbushura me bluza stërvitjeje, e aty brenda s'ishte askush tjetër post nesh. Dëgjonin vetëm djemt teksa luanin në fush atje jashtë. Ajo qëndroi pranë meje dhe vazhdoi prap bisedën për nipin. A ka talent më të vërtet, apo po humbasim kohë, më tha ajo. E unë vendosa ta ngacmoja pak. Ka shumë talent, I thash, e si duket, pas ka ngjarë nga ty. Por ti, I thash, a ke ndonjë talent? Nëse ke, më trego çfarë talentesh ke, dhe I shkela syrin. Ajo filloi të qeshte me një të qeshur shumë të çliret. Nuk e di si ja bën, vazhdova t'i thoja unë. Ti je 63 vjeçe, sepse me ka treguar nipi jot, e dukesh sikur të ishi moshatar. E kështu që ngacmimet mes nesh vazhduan. Biseda u bë edhe më e afërt. Ajo me shikonte e ulte kokën, ishte skuqur, si të ishte më të vërtet 20 vjeçe, e po I vinte turp nga ngacmimet e mia. Por edhe ajo filloi të komplimentonte mua. Më thoshte, edhe ti e mban veten shumë. Ti admiroj këto muskuj që të shfaqen gjatë kohës që bën stërvitje me djemt. Por edhe mua filluan të më kapnin emocionet aty brenda asaj dhome të vogël bashkë me gjyshen e shokut, e ndërsa ajo fliste e flisja dhe unë e vazhduam t'i afroheshim njëri tjetrit gjithnjë më shumë. Unë I ofrova plotësisht në një moment dhe ja hodha dorën në qafë, e ajo solli kokën nga unë e më shikonte në sy. E mbetem duke u parë në sy për disa sekonda. Pastaj zgjata kokën dhe e putha, e ajo e pranoi puthjen me njëherë. Mbante aromë shumë të mirë parfumi dhe me të vërtet, me dukej sikur po puthja një grua të moshës sime. U ulem aty tek stolat, e filluam duke u puthur edhe një herë, ndërsa jashtë, nipi I saj po vazhdonte stërvitjen bashkë me shokët. Ne filluam të ledhatoheshim. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.